Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë në fakt do të sjellë ditën e sotme 3 histori, bëhet fjalë për 3 histori humbje familjar të cilët kanë ardhur në ambientet e Report TV dhe kërkojnë ndihmën tonë për të denoncuar në këtë transmetim live. Do të flasim për një vajzë të re nga Korça, e cila është larguar dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen. Bëhet fjalë për Marieta Dauti. Regjia do më ndihmoj me pasaportën e 27 vjeçares korçare që ka humbur kontaktet me familjen tetorin e vitit të kaluar, konkretisht në 15 tetor të vitit 2025 nga Janina e Greqisë, ku pas pak unë do të kemi një lidhje nënën e saj Alketa. Do të flasim sot edhe për historinë e një të moshuare që e kemi trajtuar edhe disa ditë më përpara në studion e emisionit Pa Gjurmë për Pashë Prengë dashurmish, një 78 vjeçare nga Lezhë, e cila dhe ajo është larguar nga banesa në 4 janar të këtij viti përpara disa ditëve dhe drejtimi ngelet i paditur. Familjarët janë ende në kërkim dhe pse është bërë një denoncim nga policia, asgjë nuk është zbuluar për këtë të moshuar. Por sot me kërkesën e babait të Arta Malokut ne e sillim në fokus edhe historinë e 48 vjeçares nga Tirana, Arta Maloku, një vajzë e vogël në vitin 1994, një adoleshente që doli nga dera e shtëpisë dhe nuk u kthye më. Ka kaluar shumë vite dhe ende babai i saj, Alush Maloku, është në kërkim të vajzës. Ai ka ardhur me mua në studio dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. I dashur Alush, shpeshherë na telefonon. Po. Di pse? Se ju shoh në çdo orë, në çdo sekondë ju shoh. Të besoj për këtë pjesë, që na ndjek çdo mesditë. Jo ndjek se them, mos më ka gjetë gotën, them edhe. Edhe nuk tregon. Po kjo nuk bën. Vaki asnjëherë në studion e emisionit Pa Gjurmë që ne të arrim të zbulojmë diçka për personat e humbur dhe të mos njoftojmë familjarët. Të parët jeni ju që njoftoheni. Por ti na telefonon shpesh dhe kërkon që të jesh pjesë e studios, të dali historia e vajzës tuaj dhe padyshim një babai apo një nënë apo një motre që ka një person të humbur, ne nuk mund t'i themi dot jo kur ju na telefononi. Shumë të drejtë. Je sot me mua për ta risjellë në fokus se gjithnjë beson që ndoshta dikush mund ta marrë guximin pas kaq shumë vitesh të telefonoj dhe të japi një informacion për artën tënde, që të ka marrë malli shumë. Blemë se Peter dhe mua. Ka qenë e vogël kur humbi kontakt. 17 vjeçare, sa e nxorë ka spitali. Një adoleshente që sa doli nga spitali, u zhduk dhe humbi gjurmën nga Tirana. Të vit 1994, dorë me del penat jashtë, as u kthy më në shtëpi. Ti nuk ke harruar asnjë lloj detaji të vajzës tënde. Jo. I kujton sikur kanë ndodhur dije dhe jo përpara shumë vitesh. Normal. Por ne do jemi sot dhe unë disa minuta i kam rezervuar padyshim për artën tënde në studion e emisionit Pa Gjurmë. Rosh Fajnerit. Që kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim për të treja histori që ne do trajtojmë, kushdo që ka informacione, them që në fillim të programit është i lutur, qoftë dhe anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra telefoni në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj dashur miq, por ju mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Dhe do e nis programin me historinë e 27 vjeçares korçare me emrin Marieta Dauti, ku prej 15 tetorit të vitit 2025, familja nuk ka asnjë informacion me Marietën e cila ka humbur gjurmët, konkretisht nga Janina. Nëna e saj na ka telefonuar dhe kërkon që ta denoncojë historinë e vajzës me shpresën që ajo mund ta ndjeki dhe mund ta telefonojë. Por kush është historia e Marieta Dautit, si ka humbur ajo kontaktet? Unë dua të prezantoj një kronikë që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Prej 15 shtatorit të vitit të kaluar, jeta Alketa Dautit nga Korça është ndalur në pritje të një lajmi për vajzën e saj Marieta Dautit, 27 vjeçarja, humbi gjurmën në Janinë të Greqisë dhe që prej asaj dite, fati i saj mbetet i panjohur. Nëna e Bik ishte shkuar në Janinë për të kërkuar punë, sipas familjarëve ato ndodheshin pranë zyrave të punës, ku në rrethana ende të paqarta, Marieta u largua dhe që nga ai moment nuk është parë më, që prej asaj dite, çdo përpjekje për ta gjetur ka rezultuar e pasuksesshme.
27 vjeçari jetonte së bashku me prindrit dhe ajo kishte kaluar një periudhë të vështirë në jetë. Sipas familjarëve, publikimi i disa fotove intime kishte ndikuar rënd në gjendjen e saj psikologjike, duke e çuar në depresion. Për shkak të kësaj gjendje të brisht, nëna e saj Alketa nuk e linde pothuajse asnjëherë vetëm. Marrëdhëniet e të resë me motra dhe vëllezërit nuk ishin të mira. Ajo komunikonte kryesisht vetëm me nënën, e cila ishte mbështetja e saj e vetme emocionale. Me njëherë pas zhdukjes, Alketa Dauti ka bërë denuncim në polici, po pavarësisht kërkimeve, deri më tani nuk ka asnjë të dhënë zyrtare. Ndërsa muajt kalojnë, familja jeton me shpresën që kjo histori të mos harrohet dhe që autoritetet të intensifikojnë kërkimet për të zbuluar se çfarë ka ndodhur me Marieta Dautin. Kjo është historia e kësaj të reje korçare me emrin Marieta Dauti që rezulton në humbur për familjen e saj. Unë dua të përshëndes nënën Alketa Dauti që e kam në një lidhje telefonike nga Korça. Alketa, përshëndetje. Përshëndetje, Auro. Mua më vjen shumë keq që prej disa muajve ju s'keni asnjë kontakt me vajzën. Ne kemi folur të dyja së bashku dhe ti më ke treguar disa detaje për humbjen e vajzës tënde, por sot jemi në këtë transmetim live në studion e emisionit Pa i Gjurmë me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur mund të na ndihmojë me informacione për vajzën tuaj, 27 vjeç, e humbur, do ma përcakto, shtator apo tetor 2025? Shtator, Shtator, 2025. Edhe në pasaport ne kemi bërë një gabim, ajo ka humbur në 15 shtator të vitit 2025. E dashur Alketa, mund të më tregosh si i ke humbur kontaktet me vajzën? Ikëm nga Shqipëria të gjenim punë në Greqi. Jam lidhur me një zyrë pure në Janinë. E qartë, dhe së bashku me vajzën ti u nise nga Korça drejt Janinës. Po, unë arritëm në Janinë dhe nga një natë dy me vajzën në zyrën e punës. Aty u shkëputëm. Unë në punë tjetër, ajo në punë tjetër. Pasaj nuk komunikova me vajzën. Më theshte ajo i zyrës e punës. Pra, e dashur Alketa, për gjithë ata që janë duke na ndjekur që nuk e njohin historinë, ti me vajzën ke shkuar në Janinë për të punuar, aty në zyrën e punës secila ka marrë punën e vet dhe jeni ndarë. Ti ke shkuar në punën tënde, vajza konkretisht çfarë punë bënte? Nuk, ajo, domethënë, plaka do mande si puna time, se nuk kisha ku të gjenja punën e ta me një vajzën. E qartë, në një familje greke ku do shërbente për një të moshuar, po? Po. Gjatë kësaj kohe që ju ndat, ti komunikoje me vajzën në telefon? Komunikova vetëm 2 herë. Dhe çfarë të tregoi? Më shpjegovi që unë tash sa jam mirë, sa pasaj sa nuk i di sa si ku do vete sa. Por pse nuk i kërkove vajzës të vinte tek ty, aty ku ishe ti? I tashë dhe më sa nuk vi unë të rritë, mbaj plakatat, po do iki në Gjermani sa. Vajza, le të themi, nuk ra dakord me atë vend pune që zyra e punës i gjeti në Janinë dhe të ka njoftuar ty që do largohet drejt Gjermanisë. Po. Po? Pasaj nuk kam komunikuar me. Por ju dyshoni se ajo mund t'jetë larguar drejt Gjermanisë? Nuk e di, po në zyrë e punës ka humbur kontaktet. Ju keni folur me personi që i ofroi vendin e punës? Më ka thënë që është larguar sa, po nuk më përgjithësi unë se është moshë madhore. E dashur Alketa, e qartë, por nëse vajza është larguar me dëshirën e saj nga Greqia drejt Gjermanisë, ishte hera e parë që ajo shkonte në Gjermani? Jo, ka vajtur edhe 2 herë të tjera. Ka jetuar në shtetin gjerman dhe e njinte mirë atë vend, le të themi. Ashtu të themi që ka njinte mirë, me 2 herë. Por nëse ajo ka shkuar me dëshirën e saj, me vullnetin e plot të drejtë Gjermanisë, çfarë dyshoni ju si nën? Pse nuk ju ka kontaktuar? Nuk e di as vetë si të shpjegoj. Nuk ka komunikuar asnjë tash këto. Për 4 muaj nuk ka komunikuar me mua fare. Keni 4 muaj që keni humbur çdo lloj kontakti me vajzën, por çfarë dyshoni, e dashur Alketa? Unë them me mendja ime që ajo s'ka dalë, më kanë thënë policia nga Greqia. Është në Greqi. O e ka sistemuar ai në punë tjetër, ose nuk e di do një gjë fatkeqësi mund të ketë ndodhur vajzës time, nuk e di. Ju nga policia greke çfarë keni mësuar që vajza
nuk ka dal nga territori i Greqisë. Jo, policia shqiptare më tha, nuk ka dalë nga territori grek të kaloj këteja. Nëpërmjet policisë shqiptare, kur ju keni bërë denoncimin për humbjen, aty në Korçë, policia ka vërtetuar nga stemi tim që ajo nuk ka hyrë në territorin e Shqipërisë. Po, kështu më shpjegoi. Që mund të jetë ende në Greqi ose mund të jetë larguar drejt Gjermanisë. Nuk ka dalë nga Gjermania, më kanë shpjeguar këtë. Por, nëse është shëndoshë e mirë, pse nuk ju kontakton? Ka pasur ndonjë problem vajza juaj? Nuk e di. Atë kohën të thash ishte pak me depresion. Pra, le të themi që vajza kishte probleme kohët e fundit përpara se të humbiste. Po. Por çfarë i kishte ndodhur që Unë ta shpjegova dhe radhën e parë. Asaj kishin dalë ca fotografi, nuk por nuk kisha baza ku të bazosha nëpërmjet atyre fotove, se vajza nuk më jepte telefonin. pra vajza, le të themi, ka pasur një problem goxha madhor përpara se të humbiste dhe ka kaluar në depresion sepse ju po tregoni si nën që disa foto nudo janë publikuar në rrjetet sociale. Po. E zbuluat se kush i kishte publikuar këto foto? Nuk kisha bazë, domethënë që të jepja sqarimet më të mëtejshme nga polici. Edhe kështu që e mbylla atë çështje dhe mora vajzën në Greqi. Ju e morët me vete vajzën në Greqi për t'u larguar nga i ambient, le të themi që ajo nuk ndihesh fort mirë me ato foto që ishin publikuar në qytetin e Korçës. E dashur, Alketa, nën e bi flasin më shumë se është një raport më i ngushtë se vajza me babaj, nuk mendoj që raporti më i ngushtë i vajzës është me nënën. Të tregoj t'ju ajo në lidhje me këto foto? Në çfarë kishte ndodhur? As edhe një gjë nuk më tregoi. Dhe nuk dihet se çfarë mund të ketë ndodhur kur ajo ka qenë e vetme dhe ka jetuar në Gjermani. Kur ishte në Gjermani, vajza komunikonte përditë me mua. Kur ishte herën e parë dhe herën e dytë. Por ato foto kur u publikuan? Kur ajo ka qenë në Gjermani apo Greqi apo Shqipëri? Ishte në Gjermani dhe kishte parë ato foto dhe u kthye këtu. Por kush ja kishte postuar? Me çfarë rrjeti social, me çfarë emri? Nuk më dha shpjegim shumë. Dhe ajo sigurisht e ka vuajtur këtë moment kaq të vështirë. E di që ka vuajtur dhe prapë po e vuan atë. Gjendja e saj ishte e rënduar, ju si nën mund të na përshkruani, domethënë ka qenë një gjendje goxha të rënduar apo le të themi e kishte kaluar paksa dhe ishte në gjendje edhe të punonte? Në gjendje nuk ishte, po unë e mora nga që mos kishte një aks tjetër, më kësa ishte mendjen. Ndoshta ka pasur nevojë për një psikolog, por ju jeni munduar për të mirën e saj ta largoni nga Shqipëria drejt Greqisë dhe fatkeqësisht aty ajo humbi kontaktet dhe nuk dihet se si mund të qenë situata e saj, gjendja e saj e rënduar psikologjike. Këtë e them dhe unë. Më vjen shumë keq për historinë e vajzës tuaj, kushdo që mund të jetë hakmarr në formën më të shëmtuar me vajzën tuaj duke marrë disa foto nudo dhe duke i postuar në rrjetet sociale, është e ulët dhe këta njerëz padyshim dënohen dhe futen në burg për këto vepra që bëjnë. Ne urojmë dhe shpresojmë që vajza juaj të jetë shëndoshë mirë, të ndodhet diku. Regjia po i jep foton e Alketa Dautit, kjo 27 vjeçare dashur miq nga Korça, që fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e saj që prej 15 shtatorit të vitit kaluar nga Janina dhe drejtimi ngelet i paditur. E dashur Alketa, do qëndrosh dhe pak minuta me mua. Mirë, jemi sërish bashk live dashur miq, ku ditën e sotme po prezantojmë historinë e një vajze të re, 27 vjeçare nga Korça, që ka humbur kontaktet me familjen e saj në 15 shtator të vitit kaluar nga Janina dhe quhet Marieta Dauti. Jam në një lidhje telefonike me nënën e saj nga Korça, Alketa Dauti, e cila po tregon dhe momentet e vështira që vajza kaloi përpara se të humbiste për shkak të disa fotove që u publikuan, fotot e saj nudo u publikuan në rrjetet sociale dhe për shkak të kësaj situate gjendja e saj ka qenë e rënduar dhe fatkeqësisht kontaktin e fundit kjo vajzë e re ka pasur me nënën në 15 shtator. E dashur Alketa,
Po. Unë dua t'ju bëj thirrje të gjithë teleshikuesve të ekranit të Report TV, kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim live, kushdo që ka informacion, është i lutur qoftë dhe anonim të lidhet me studion ton për historinë e vajzës tuaj, por mund të na shkruaj edhe në Facebookun pa gjurmë Report TV. Nëse vajza do të dëgjonte, çfarë mesazhi do t'i përcjellje dashur Alketa? Unë gjejsa vetëm një telefonat për vajzës, nuk desha as tash se shthoj, as nuk e ke idejnë, vetëm një zëri të gjoj. Tjetë mirë, nuk dua dhe vetëm të më thotë, mama, mos ke merak se unë jam mirë. Kaq desha. Dhe kushdo që ka parë, vetëm një telefonat së më bëjnë. Dhe unë ta uroj me zemër që të mësohet e vërteta, mbi gjitha lutemi që ajo të jetë mirë, mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj. Urojmë që të jetë shëndoshe mirë, të na ndjeki nga ky transmetim, të telefonoj, por kushdo që mund ta njohë vajzën tuaj dhe ka ndonjë informacion, mund të telefonojë në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. E dashur Alketa, ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt për çdo informacion që do mbërrijmë, do t'ju njoftojmë dhe ne do të vazhdojmë dhe në ditët në vijim me historinë e vajzës tuaj. Faleminderit Odeta. Të falenderoj dashur Alketa. Prej telefonatën tënde Odeta. Faleminderit dhe shpresojmë që të marrim ndonjë lajm për këtë vajzë të re, korçare, për këtë 27 vjeçare që figuron e humbur prej 4 muajve dhe familja nuk ka asnjë informacion për Marieta Dautin. Jeni duke parë në ekranin tuaj foton e kësaj vajze të re nga Korça dashur miq, që u largua, humbi kontaktet me nënën nga Janina e Greqisë dhe në telefonatën e fundit ju shpreh se do nisej drejt Gjermanisë, por nuk dihet nëse ka mbërritur në shtetin gjerman apo ndoshta ndodhet ende në Greqi. Kushdo që e njeh, mos hezitoj të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Mirë, do të vazhdojmë me historinë e një tjetër vajze. Ai ka qenë vetëm 17 vjeç kur humbi kontaktet me familjen nga Tirana, Arta Maloku, dhjetorin e vitit 1994. Babai i saj Alush Maloku ndodhet me mua në studio, por unë dua të prezantoj një kronik dhe rikthehemi. Ishte vajza e madhe e familjes Maloku nga Tirana, sapo kishte kryer një ndërhyrje kirurgjikale, ndërsa s'kishte mbushur as 48 orë që kishte lënë spitalin. Arta Maloku aso kohë një adoleshente 17 vjeçare, me sa duket pati fatin e shumë vajzave, të cilat pasi u rrëmbyen humbën çdo gjurmë. Misteri i zhdukjes, kur sapo doli nga shtëpia, mban ende në ankth zemrën e babait, që ka mbetur me syt nga dera. Në përmbushje të amanetit, pas ndarjes nga jeta të bashkëshortes, Alushi është i vetmi që e kërkon të bijën. Fatkeqësitë që i ka ndodhur në familje, pas humbjes së vajzës ja kanë shtuar edhe më shumë plagët, pasi ka humbur nga kjo jetë edhe djalin e vetëm. Prej vitesh në kërkim të Artës, që kur e reja humbi gjurmët në dhjetorin e vitit 1994, Alushi e mban mend të mirë atë ditë, kur mësoi për zhdukjen e së bijës, sapo ishte kthyer nga puna dhe vonesa e pa justifikuar e Artës, bëri që Jati t'i shkonte pas për ta kërkuar. Në shtëpi kishin bërritur të afër me familjarë të tjerë, ndërsa dyshimet ishin për një rrëmbim të mundshëm. Jati ishte i pari që ra në gjurmët e Artës, se ajo ndodhej në qytetin e Fierit dhe se 2 persona ishin të përfshirë në rrëmbimin e saj. Alushi pohon se ka mundur të përballet me këta persona, duke identifikuar si EC dhe SF, pasi ka hyrë në një lokal në qytetin e Fierit, në prani të disa personave të armatosur poshtë banakut, ka mundur vetëm të identifikojë veshjet e së bijës, por s'ka mundur dot të arrit tek vendi ku ajo mbahej e fshehur. I vetëm në nënkërcënimin e armëve ai s'mundi dot të shkojë më tutje. Kur kanë kaluar pothuajse 29 vite, babai është ende në kërkim të së bijës dhe vetmja foto që ai disponon është ky imazh bardhëzi i Artës, vajzës simpatike me flokë të gjata, e cila gjithnjë lëvizte nëpër qytet me një biçikletë. E në fakt, ndër vite në studion e emisionit Pa Gjurmë janë trajtuar shumë histori të vajzave shqiptare të larguara, të humbura prej vitesh nga familja e tyre dhe shumë familjar.
baballar, nëna, motra, vëllezër që kanë qenë me mua në transmetime live, kanë treguar histori të dhimbshme të familjeve të tyre dhe kanë bërë thirrje, mesazhe me shpresën që njerëzit e tyre të dashur të humbur mund t'i dëgjojnë. Dhe sot të njëjtën gjë do të bëjë dhe babai i Arta Malokut, zoti Alush Maloku, i cili ka ngelur i vetëm pas humbjes së Artës, ai pati dhe humbje të tjera të mëdha në familje ku nga kjo jetë ju largua bashortja, djali dhe mbeti i vetëm. Ai sot në shkërkim të vajzës, të Arta Malokut, gjithë me shpresën që edhe asaj nuk i ka ndodhur diçka e keqe, por mund t'jetë gjallë dhe ndodhet diku dhe me shpresën për të takuar pas shumë viteve bab e bi. I dashur Alush, historia juaj është një histori shumë e dhimbshme. Një familje e bukur në Tiranë, 2 prindër që kishin sjellë një jetë, 2 fëmijë, por që fatkeqësisht plagët erdhën njëra pas tjetrës. Në 94-ën humbet Arta, më pas humbjes së Artës vdes nëna, bashortja juaj, pastaj vdes dhe djali juaj, dhe ti ngelesh i vetëm. Dhe ajo që ti kërkon është të mësosh të vërtetën çfarë ndodhi dhe me fatin e Artës. E shtrova spital. Ai ka qenë vetëm 17 vjeç, një adoleshente. 17 vjeç, adoleshente, e shtrova spital ka pandesiti. Po, kreu një operacion. Po, e nxora, e puna në shtëpi. Nesër vetë do ikësha me shërbim. Saran, Gjirokastër, Tepelen, gjithë rrethet. Se ashtu kisha punë e tillë, po ne do ikësha. Ku kthem në anë 13 mjesit unë, shoh, shtëpia plot me njerëz. Qa ka, thash, gjatar me çuni dytë, më thot, o ballat, ate këtu, thot, tuk, a i karta, thot. O ballat, thash, a jemi në altë me bjerë? Po, thot. Si që kisha xhiron e gjithë javës, se për në fabrik bukës, se kisha xhiron të gjitha. E qartë, parat që kishte bërë nga xhiroja. Po, ka xhiro. Po. I di në shtëpi, i them, do vini me mu, them ju, ku ne dove? Po, më rregull, thash. I mara masnaj, hyna në Klepat të Durrësit, ka pa me hotele, me ide, ke shkomi ka vajës. Ju keni bërë shumë kërkime për vajzën atë kohë kur ajo humbi, policia nuk arriti do të zbulonte asnjë gjurmë të saj. Asgjë prej gjojës. Ju si baba arritët të zbuloni gjurmët e vajzës dhe i gjetët në Fier. E zblova vetë kurse një shtet, se ky nuk është shtet për mu, ky është shtet kriminalësh. Ky është shtet kriminalësh, sidomos në kohën e Sali Berishës. Që ka qenë në 94, ai qartë, po? Ai ka qenë në 94-ën. Ai është kriminali i këtij vendit, sidomos me vajza shqiptare. Por që mos ta kthejmë politike, se ajo që na intereson është... E kthe edhe në politike dhe si të shu. Por policia nuk arriti dot që të zbulonte një gjurmë të vajzës tuaj. Me ty jam, po një shtet se shkon i traket në dyert e policisë, edhe nuk merr masa shteti, qa polici jeti për mu? Ju jeni kriminalët e këtij vendit, kriminalët e shqiptarëve. Ti shkove në polici dhe tregove gjurmët e vajzës se kush ishte personi që i kishte rrëmbyer dhe... Shkove ke njëshi, shkove ke 4, shkove ke modja fare, nuk më dha një rrugëzidhje, po. Por askush, dhe të themi nuk bëri një verifikim për vajzën tuaj. Jo, derisa masnaj, i ka vetë për në Fier me Kunetrit, marrë vesh ti, për gjithë natën. Shiu bite, kemi shku në Marglisht të Fierit. Në këtë fshatë? Po. Aty ku mbahesh vajza juaj peng? Po. Hymë mren, bashkë me Kunatin, edhe me Bazhanau, më thot, se si hyni mren, thot, ti ku goza, thot, e? Jo, më thash, ti ku goza, ku i ku goza, thash. A kështë dalë në kratë tjetër, kadera tjetër, se ishe lokal me të dyrë. I dashur, Alush, ma ke treguar këtë histori, por duat pyes, si arritet ti ta mësoj që vajza juaj ishte në Fier dhe ishte pikërisht me 2 persona fierak që e kishë rrëmbyer atë ditë në Tiranë? Në shoqërie. Me të pyetur? Pra dorën informacioni që vajza ishte marrë nga këta persona? Me të pyetme, gjithë ne me të pyetme. Ka do si këmë shkom me të pyetme. Derisa arrita qëllimin tim, për në Fier. Shkova në policinë e Fierit. Dhe denoncove, po? Bashkë me Kunatin, se edhe sot është shef rajoni, shkum, bon denoncimin. Erdi shefi rajonit aty, bon denoncimin, shkum për në Marglisht të Fierit. Si që ishme ashtu në madhë, shkum Marglisht prapë.
ku shef ai, shef Robert dhe Gocës me kallash sipër. U dyshua se arta juaj Ishte aty. ka qenë aty dhe më pas është trafikuar drejt Italisë. Drejt Italisë. Se ku e kanë çuar zoti më vesh? Nëse ajo shëndoshe mirë i dashur Alush, sepse një pjesë fatkeqe e vajzave shqiptare në ato vitet e para të demokracisë, po deri në vitet 98, 99 apo deri në vitet 2000, shumë vajza janë trafikuar drejt Italisë. Një pjesë e tyre ka arritur të rilidhet me familjen. Valla Odeta, ja për këtë Allah, unë jam se peshkun pimi det. Pse thushti? Se a e kanë vra, a e kanë nullë ndet, a qysh tek një zot e di, një halla e di. Dyshon dhe më të keqen e mundshme që mund t'i kenë bërë keq? Si thënë 30, 29 vjetë. Ajo sot është 20 e sa vjeqe. 28 i bje. 28 vjeqe. Po pse, nuk gjetë një numër telefoni me marrë në telefon? Ha? Do të gjende mundësin, si do që t'jetë. Po pra, do të gjende mundësin për të se shqiptar ka kërë shqiptar në gjithë botën. Me babajin e saj. Dhe historia Arta Malokut, pra e vajzës tuaj Alush, është trajtuar për gjatë shumë viteve, jo vetëm në studion e emisionit Pajgjum, por dhe në studion televizive Njerëz të humbur. Dhe unë kam qenë gazetare dhe kujtoj shumë mirë historinë e artës dhe është trajtuar aty. Por gjithë të vite kërkime, le të themi, nga të dyja emisionit investigative, fatkeqësisht nuk është zbuluar asnjë lloj detaj për të. Asnjë lloj. Asnjë lloj detaje. Qoftë shpar këtu, apo shpar atij, apo dhe informacione në kuadrin e thashëthemeve që vinë edhe për persona të tjerë. Për artën nuk ka ardhur asgjë. Asgjë për gjoja. Asgjë për gjoja. Kjo të bën të dyshosh se... Kjo është dyshimim të shi. A e ka ma kam vra, a e ka nullë ndet, a qysh tek, një zot e di. Një zot e di. Nuk e di. Po, unë i lutëm gjithë shqiptarët, dash në Itali, dash në Greqi, dash në Francë, ku do t'jenë, i lutëm. I lutëm, me shpirt i lutëm. Që kushdo që mund të ditë të vërtetën... Ashtu një telefonat. Unë do të përcjell padyshim, por më lejo dhe unë të bëj një apel për historinë e Arta Malokut, një ndër historitë më të vjetra që kam pasur si gazetare në gjithë punën time kërkimore ndër vite që kam bërë në televizione të ndryshme dhe së fundmi këtu në Pajgjur me Report TV, që kushdo që ka informacion për të, kushdo që di të vërtetën, qoftë dhe anonim, mund të lidhet me studion e emisionit Pajgjur, keni 2 numra poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pajgjur Report TV. I dashur Alush, ne do ta vazhdojmë këtë histori dhe unë ta kam premtuar dhe ta premtoj që historinë e Arta Malokut unë do ta sjell në fokus edhe historinë e shumë vajzave të tjera, sepse kjo dritare për këtë gjë është hapur. Jo, do ta trajtoj dhe të premtoj që ato kërkimet që ne kemi nisur do t'i vazhdojmë me shpresën për të zbuluar diçka, kështu që të falenderoj që ke besim tek ne dhe i palodhur sa herë që flitet për artën i e prezent këtu. Nuk lodhem 72 vjeç, nuk lodhem unë për fëmijën time. Nuk lodhem për emrin e Allahut. Nuk lodhem gjallë në botë. Edhe si të jetë gjatë, i telefonat unë, se hiku ku do të jetë. Hiki, se kam problem. Vetë ta shoh me sy. Se mbaba shif jetën tate, shif fëmijët e tu, shif burrin tat. Ka i desha unë, e të vdes ratë. Të falenderoj i dashur Alushi të pata në studio. Mirë, jemi rithyrë në këto minutat e fundit të dashur miq dhe duar në këto momente t'jap foton e një të moshuare nga Lezhë që figuron në humbur. Bëhet fjalë për Pashe Prenga, një 78 vjeçare që është larguar nga banesa në 4 janar të këtij viti përpara disa ditëve dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Jeni duke parë foton e Pashke Prengës. Djali i saj Zef Prenga ka qenë në një lidhje direkte me mua dhe ka kërkuar ndihmën ekranit të Report TV që kushdo që është duke na ndjekur dhe mund ta ketë parë në netit të na ndihmojë me informacione. Kanë kaluar disa ditë, le të themi, dhe ende nuk është zbuluar një gjurmë e kësaj të moshuar. E sjellim sot në fokus, gjithë me shpresën që ju që jeni duke na ndjekur dhe sidomos banorët e Lezhës mund të na ndihmojnë me ndonjë lajm, ndonjë informacion. Por kush është Pashke Prenga dhe si humbja e kontaktet me djalin e saj, ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Familja e Pashke Prengës, 78 vjeçares, jeton në ankth që prej datës 4 janar, dita kur ajo nuk u kthye më në shtëpi pas rutinës së saj të zakonshme. Pashke Prenga,
nën e 5 fëmijëve e cila kishte humbur bashkëshortin vite më parë, jetonte me një prej djemve të saj në qytetin e Lezhës. Çdo ditë rreth orës 9 të mëngjesit, ajo dilte nga banesa për të vizituar qendrën e qytetit, ku shiste bimë medicinale. Nuk mbante telefon me vete dhe nuk e kishte zakon të largohej për orë të gjata, prandaj mungesa e saj u bë menjëherë shqetësuese për të birin, Zef Prengën. Pamjet e fundit nga kamerat e sigurisë e kapën 78 vjeçarin në lagjen Shehër, pranë kalas së Lezhës, e veshur me rroba të zeza dhe me një shami të zezë në kokë. Pas këtij momenti, ajo nuk është parë më. Familjarët kërkojnë ndihmën e kujdoj që mund të ketë informacion mbi vendodhjen e saj. Çdo detaj sado i vogël mund të jetë vendimtar në gjetjen e të moshuarës. Kjo është historia e Pashke Prengës dashurmiq, u bë thirrje për këtë të moshuar nga Lezhë, ku çdo që ka informacion është i lutur të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë. E moshuara ka dalë nga shtëpia për të shitur disa bimë medicinale në qendër të qytetit dhe fatkeqësisht nuk është kthyer më në banesë për orës 12 të datës 4 janar. Familjarët kanë humbur çdo lloj kontakti, urojmë dhe shpresojmë që mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj dhe të mësohet e vërteta për Pashke Prengën. Jemi sërish bashkë dhe jam në minutat e fundit, në fakt jam drejt mbylljes, po dua të prezantoj ditën e sotme dhe historinë e një shqiptare të humbur në Greqi. Bëhet fjalë për Artemis Vasilis dashurmiq, 24 vjeçare, e cila ka humbur kontaktet me familjen e saj nga Koropia e Greqisë në 16 tetor të vitit 2020. 5 vite dhe ende familjarët ende nuk kanë informacion për Artemis Vasilis, një histori që është trajtuar gjatë, jo vetëm në studion e emisionit pa gjurmë, por dhe në mediat greke dhe fatkeqësisht nuk është zbuluar asnjë gjurmë për vajzën e re dhe pse u dyshua se mund të ketë gisht në humbjen e saj, në zhdukjen e saj, ish i dashuri, por policia ende greke nuk ka zbuluar asgjë. Dua të prezantoj një material që ne kemi përgatitur për humbjen e Artemis Vasilis dhe rikthehemi. Tre vite pas zhdukjes, ende në kërkim të Artemis Vasilis, gjurmët e së cilës janë zhdukur në mënyrë misterioze në Koropi të Greqisë. Atë mëngjes, vajza e familjes Vasilis kishte lënë një takim për intervistë pune në një dyqan të njohur lodrash në Koropi. Doli nga shtëpia e veshur me pantallona të zeza, bluzë bojqelli me viza të bardha, ndërsa me vete mori vetëm telefonin dhe 40 euro. Donë se u nis me atë qëllim, Artemis nuk mbërriti kurrë në destinacion. Ajo ditë ishte dita e fundit kur e reja u pa, pasi që nga i moment nuk dihet me asgjë për fatin e saj, ndërsa familja Vasilis po përjeton makth me sy hapur. Telefoni 22 vjeçares rezultoi fikur rreth orës 16:20 minuta, ndërsa sipas lokalizimit vendi ku telefoni i saj u mbyll ishte në Peania, afër metros. Edhe pas shumë kërkimeve, policia nuk mundi të gjejë asnjë gjurmë të 22 vjeçares, fati të cilës mbetet mister. Gjithashtu edhe gjurmët digjitale të 22 vjeçares me origjinë shqiptare, Artemis Vasilis, kanë humbur pasi dikush ende i panjohur ka fshirë të dhënat elektronike nga emaili i saj, të cilat sipas hetuesit ishin të dobishme për zbulimin e zhdukjes së të res. Menjëherë pasi kjo e dhënë ka dalë në dritë, hetuesi i krimeve kompjuterike i çështjes ka kontaktuar menjëherë me Google, në mënyrë që personi i cili ka fshirë këto të dhëna të identifikohet përpara se këto prova të humbin. Gjatë hetimit të rrjeteve të saj sociale, policia greke ka zbuluar se emaili dhe fjalëkalimet e 22 vjeçares Artemis Vasilis janë përdorur nga një person i panjohur në datat 8 dhe 9 nëntor, përkatësisht 23 ditë pas zhdukjes së saj. Sipas familjarëve, Artemis kishte nisur një raport me një djalë 24 vjeçar, të cilin e kishte njohur në rrjetin social Facebook, por sipas dëshmisë së këtij të fundit, ai nuk ka lidhje me zhdukjen e saj. Babai 22 vjeçares Jani Vasilis u shpreh i shqetësuar se vajzën mund ta kenë rrëmbyer dhe se jeta e saj është në rrezik. Ndërkohë autoritetet greke janë ende në kërkim të gjurmëve të reja, duke u mobilizuar me çdo mënyrë për gjetjen e vajzës së zhdukur.
Kjo është historia Artemis Vasilis dashurmish, kjo 24 vjeçare që ka humbur kontaktet me familjen e saj që prej vitit 2020. Ju bëj thirrje edhe për shqiptaren që ka humbur në Greqi, kushdo që ka informacion, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa i Gjurmë. Kjo histori është trajtuar gjatë edhe në mediat greke, ku edhe ne, emisioni Pa i Gjurmë, jemi lidhur live me kolegët tanë në Greqi, në bashkëpunim edhe me gazetarët në Greqi. Fatkeqësisht deri në këtë moment që flasim, ende nuk ka një informacion për Artemis Vasilis dhe urojmë që ky vit i ri 2026 të zbardhë të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e 24 vjeçares në shtetin grek dhe konkretisht në Koropi të Greqisë. Mirë, me historinë e Artemis Vasilis ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.